Ja ku po takohemi sërish të miqtë e mi, edhe njëherë më duhet ta potencoj me Golden Eagle-in ton, duhet të jemi krenar sepse është e vetmja pije energjike burimore shqiptare që e kemi, me destinacion në Suharek. Jam këtu pranë jush për të komentuar Big Brother VIP Kosova. Ju e dini shumë bukur që jemi shumë afër. Prej sot vetëm 2 ditë na ndajnë nga spektakli më i madh. Nga nata më gjigande, nga nata më e bukur, nga nata më emocionuese. Por, ju jeni të gjithë sy e vesh, çfarë do të na thot Tirani? Kush do të jenë banorët? Çfarë do të flitet në këtë shtëpi? Çfarë loje do të bëhet? Etj etj. Por tani do të flasim për një ish mis. Tani unë e di që konkurrentët që kanë qenë më herët janë pak xhelos që nuk kanë fatin të jenë në këtë spektakël, sepse duket që vajzat të cilat do të jenë pjesë e spektaklit të Big Brother VIP Kosova do të jenë vajza tepër joshëse që me patjetër do të çojnë meshkujt të dashurohen. Tani cila është strategjia në këtë mes? Strategjia e produksionit është kur e kapën Chelsea në suksesit. Dhe siç duket në këtë rast, motra në fjalë, Olsa Muhameti, e cila po na knaq në Big Brother, duke që po kapën Chelsea në suksesit dhe njëra nga banoret jo zyrtare e cila do të hy në Big Brother është ish Miss Albania. Hygerta Sako do të jetë njëra nga konkurrentet e edicionit të ri të Big Brother VIP Kosova 4, i cili pritet të nisë ditën e hënë, konkretisht më datën 17. Edhe pse ende nuk kemi një konfirmim zyrtar nga ana e Hygertës, emri i saj po përmendet gjërësisht si një nga hyrjet më të komentuara të mundshme. Por tani, për ato të cilët nuk e njohin më detajisht, kush është Hygerta Sako? Hygerta Sako u kurorësua Miss Albania në vitin 1996, atëherë kur nuk ekzistonte botoksi, atëherë kur nuk ekzistonte filleri, atëherë kur nuk ekzistonte estetika. Duke u kthyer shpejt në një nga figurat më të njohura dhe më të pëlqyera të ekranit shqiptar. 48 vjeçarja, në thënë sot Hygerta Sako është 48 vjeç. Njihet për bukurinë e saj natyrale dhe shpesh tërheq vëmendjen me paraqitjet ekstravagante në evente dhe në rrjetet sociale. Përveç botës së modës, Sako ka qenë edhe moderatore sporti në radio televizionin publik shqiptar, duke u bërë një nga figurat e identifikueshme për publikun shqiptar. Nëse pjesëmarrja e saj në këtë reality show konfirmohet, ajo pritet të sjellë një dinamizëm dhe të gjenerojë interes të madh te publiku fal karrierës, elegancës dhe prezencës së saj karizmatike. Do me thënë, nëse Hygerta konfirmohet që do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, do të kenë fat banorët sepse Hygerta Sako, përpos që është një vajzë shumë e bukur me linja fantastike në moshën 48 vjeç që në këtë moshë nuk ke fatin të gjesh goca kaq me linja, Hygerta Sako me patjetër që do të jep një emocion të papar banorëve dhe përpos pamjes së jashtme e ka këtë kombinimin jashtëzakonisht të bukur me energjinë e saj të brendshme. Dhe mendoj që është një zgjedhje ideale, është një zgjedhje fantastike. Hygerta është një vajzë e cila ja vlen të jetë pjesë e këtij kompeticioni dhe mendoj që personalitete si Hygerta Sako i duhen shtëpisë së Big Brotherit. Tani unë dua të marr mendimin tuaj se si ju e mendoni dhe shikoni në fakt Hygertën si personazh në shtëpinë e Big Brotherit, çfarë strategjie do të përdoren nëse gjithmonë do të jetë pjesë e këtij spektaklit.